Kur ke shkuar për herë të parë në Rahovec? Çfarë përshtypje ke nga vizita jote e parë atje? Me ta thënë të drejtën, unë kur kam ikë në fillim fare, në Rahovec e ka një pjesë opterush dhe i përshëndes shumë. Kur më fut burri për herë të parë aty, unë mendova se Kosova i ka rrugët, pa ai vendi që jeton ai aty ka aq shumë i kanë tregulluar me gjëra dhe aq shumë estetikë se thash i qysh se e pash një pjesë në Zvicër. Për zotin, se ke asnjë vend, domethënë asnjë vend pa shtrum, që ku ti vendosh krejt i shtrumi, thash, "Oh, sa bukur që nga ky vend." Po pra çka ke menduar ti, që s'kemi ne rrugë? Po mendova se mos i dëgjoj ata që thon se janë ndërtuar rrugë këtu. Ka rrugë, që tani ku erdha ishte sa rrugë të këqija. Thash makina pulciti. Po ai vendesh, nuk e dim ka pëlqyer fshati i tij shumë. E ka një vend shumë bukur, edhe se di që të them, s'mund të krijo një përshtypje të keqe ku ishte aq bukur është aty, edhe fshati ka. Do e kishe menduar të jetoje ndonjëherë aty? Jo, s'do i kisha problem. Veç ta kem shpendin ku do jetoj. E vërtet. Po në Zvicër, në ka shpend. Ta përshëndesim edhe atë dhe gjithë familjen dhe gjithë rahovecianët. Të gjithë i përshëndesim. Janë shumë mikpritës në fakt dhe njihen për këtë. Po, janë shumë. Ndërsa, kur po flasim për familjen e ti edhe për bashkëshortin tënd, sa ka qenë ai përkrahas teje në këtë kalimin tënd në muzikën, që ti të jesh edhe një nënë, edhe një bashkëshorte, por edhe pasionin tënd për këngën të mos e lëshanash? Ka qenë ndoshta jo pengese e ëndrave mia, ka qenë gjithmonë mbështetësi e ëndrave mia, edhe nuk është gjeni, si më thonë, një pengesë nga ai, po ka qenë gjithmonë nëse ke dëshirë ti, pse mos ta bësh, nuk e di, nuk gjena i pengesë nga ai. Nuk e ka pasur pra fare këtë merakun se jo ti s'duat miresh me muzikën? Jo. Të ta jap dikush një kompliment më tepër e këto? Vetë kam lënë pak anar se muzikën gjithmonë e kam pas hobi, nuk është se e kam vetë specifikuar domethënë mbaj vetëm muzikën. Po. Gjithmonë e kam bën si hobi, jo vetëm për punë, se kam domethënë punoj edhe kam një beauty sallon në Zvicër, Beauty Ela. Punoj mirë punoj aty dhe në Zvicër paguajnë mirë. Punoj edhe nga 2-3 orë e ka burri në Zyri punoj aty. Unë kam mbaruar shkollën për shkenca sociale dhe ndihmoj nga pak. Më penalizon pak gjuha se jam shumë shpejt aty. Okej. Edhe po përshtatesh besoj. Përshtatem, po. Kam punë të ndryshme mirë. Shumë prej njerëzve që mund të kenë parë edhe profilin tënd në rrjetet sociale, mund të kenë menduar këtë paragjykimin, sidomos për vajzat shqiptare që luksin e pas ka nga burri, po në këtë rast kur ti po na tregon i bie që ke punuar të jetën. Dëgjoj mua, nëse nuk është turp të thuash e kem nga burri se shumë gra kanë dëshirë të arrijnë vetë dhe i bëjnë krejt. Unë vetë i kam arrit, kur ka njohur burri jam, unë i kam pas gjitha gjërat. I kam arrit edhe i kam arrit me shumë forcë, me përkushtim, me lot, me buzëqeshje, me gjitha. Edhe nuk do të thotë që unë kam arrit vetëm prej atij, po unë nga mirë që isha, mirë gjeta, kupton.